dhe iftari nuk është i plot nëse nuk i shoqërojmë me pidet ose bukët e iftarit. Edhe pse ka mënyra të ndryshme të përgatitjes të pideve të iftarit, unë do ta sjell mënyrën time. Fillimisht në një enë më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 300 ml me qumësht. Qumështi është i vakët, nuk duhet të jetë i ftoftë, nuk duhet të jetë i nxehtë. Nëse është i nxehtë, e prish majën e bukës, nëse është i ftoftë, maja e bukës nuk aktivizohet. Vazhdojmë e shtojmë qumështin në enë. Në të qumështi vazhdojmë dhe shtojmë një lugë të mesme me sheqer. Sheqeri ndihmon që maja e bukës të aktivizohet më shpejt dhe më mirë. Vazhdojmë që ta shtojmë majën e bukës. Majën e bukës unë zakonisht e përdor në pluhur, maja buke të thotë. Mund të përdorni edhe maja buke të freskët. Nëse e përdorni majën e bukës të freskët, do ta dyfishoni masën e majës së thotë. Unë në total po përdor 7 gram maja buke të thotë, nëse shtoni të freskët, duhet që të shtoni 14 gram. Përzihem pak që maja të bëhet bashkë me qumshtin dhe sheqerin. Tani vazhdojmë dhe e shtojmë vajin. Vaj në total do të shtojmë 50 ml. Dhe tani vazhdojmë e shtojmë mielin. Si që them gjithmonë, bëni kujdes me mielin, do t'ju them përsëri. Sidomos kur të përgatisni pide, brumi i pideve duhet mbetet gjithmonë i butë. Si shtoni mielin, shtoni edhe një lugë të vogël me kryp dhe vazhdoni me dorë, duke e ngjeshur dhe duke punuar një brum të mirë, të butë dhe të lëmuar. Do të na duhen ndikon në total 500 gram miell. Nëse ju nevojitet më tepër mas, dyfishoni gjitha masat cilat unë i paraqita gjatë përgatitjes të kësaj recete. Vazhdojmë tani ngjeshjen dhe e shtojmë mielin sipas nevojës së brumit. Brumi i pideve është gati. E kam ngjeshur mirë për disa minuta derisa kam formuar një brum kështu mesatarisht të butë. Mbulojmë sipër dhe lejojmë që brumi të pushojë dhe të aktivizohet dikun për 30 minuta. E pas dikun 30 minutave, brumi është aktivizuar mjaftueshëm. Në tavolinën e punës shtrojmë miell dhe vazhdojmë dhe e marrim tani këtu brumin. Brumin e përgatitur e ndojmë në 2 pjesë të barabarta. Me pak miell vazhdojmë të ngjeshim edhe një herë, të lëmojmë mirë. Tepsi për pjekje, poshtë tepsisë për pjekje, shtrojmë letër dhe i vendosim këtu brumrat. Sipër do t'i mbulojmë me një peqet pastër kuzhine dhe lejojmë që brumi të pushojë edhe 10 minuta tjera. Ndërkohë që buka aktivizohet, ne e përgatisim lyerjen që do t'ja ushtojmë sipër. Në një enë shtojmë një lugë gjelle me kos dhe sipër kosit shtojmë vetëm të kuqen e vezës. Përzihem mirë. Dhe tani që brumi ka pushuar dhe është aktivizuar, vazhdojmë që t'i punojmë pidet. Sipër brumit shtojmë të kuqen e vezës me kos. Me ndihmën e gishtave e përzihem mirë mbi tërë sipërfaqen e bukëve. Dhe tani me ndihmën e gishtave vazhdojmë i shtypim. I shtypim edhe nga ana tjetër. Vazhdojmë tani sipër t'i lyejmë me susan. Unë përdor susan të zi. Dhe vazhdojmë i pjekim me njëherë në furrë të parangruhur në 220 gradë, dykun parafërsisht 20 deri në 25 minuta. Dhe të dashur miq, pidet e iftarit janë gati. Shikoni se sa të buta që na kanë dalë. I sugjeroj që t'i provoni edhe ju dhe t'i shihoni për një iftar me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.